Në një ceremoni të zhvilluar këtë të martë, Libur Naliu u prezantua zyrtarisht si drejtori i Autoritetit Portual të Durrësit nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Aliu merr detyrën duke zëvendësuar Kreshnik Bayraktarin, i cili do të marrë një rol tjetër brenda institucionit. Duke qenë se Kreshnik Bayraktari duhet marrë një detyrë të re, të cilën do ta bëjmë publike në ditët në vazhdim. Stafetën do t'ja lë një tjetër kolegu të mirë. Dhe ky është Libur Naliu. Libur Naliu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politikë. Libur Naliu shprehu mirënjohje ndaj qeverisë dhe tha se do të punojë për realizimin e projektit brenda 3 viteve për portin e Madrave dhe lidhjen e tij me rrjetet rrugore dhe hekurullore të rajonit. Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonit. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjerojë kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishose sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin, dhe kjo do të ndihmonte pastaj që të dyja vendet ajo ndërvarësi t'i bëj më të zhvilluar ekonomikisht dhe t'i bëj çka është më kryesore dhe më të sigurta. Balluku ushtoi se kryeministri Edi Rama mbështeti emërimin e Aliut, duke vlerësuar historikun e tij për të promovuar figurat nga Kosova në pozicione drejtuese në Shqipëri. Edi Rama ka punuar historikisht për Shqipërinë dhe për Kosovën me të njëjtin pasion dhe dëshirë për t'i parë shqiptarët në lartësinë që ata e meritojnë. Kryeministri ma ka aprovuar propozimin tim, duke madje e mbështetur pasi porti i Durrësit është porti i shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë. Është porti që do t'i shërbejë shqiptarëve në të gjitha trevat e Ballkanit perëndimor. Sipas planifikimeve, porti i ri në Porto Romano do të jetë operativ deri në vitin 2029, duke rritur kapacitetet të transportit detar dhe duke forcuar zhvillimin ekonomik të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Ky projekt pritet të ndikojë në punësimin dhe krijimin e një zinxhiri ekonomik të gjerë në rajon.